Prishtina do të bëhet skena e një momenti të pazakont, por shumë domethënës. Rusia dhe Spanja, dy nga shtetet që nuk e njohin zyrtarisht Kosovën, do të zbresin në kryeqytetin e Kosovës për kampionatin evropian të taekwondos për grup boshat U21. Nga 11 deri më 14 dhjetor, mbi 700 sportistë nga 38 vende do të garojnë në Prishtinë, ndërsa pjesëmarrja e këtyre dy shteteve të mëdha është një mesazh që sporti po e bën atë që politika nuk ka arritur ta bëjë për vite me radhë. Pavarësisht qëndrimeve politike, protokollet sportive ndërkombëtare e detyrojnë Rusinë, Spanjën dhe vende të tjera që nuk e njohin Kosovën të paraqiten, të regjistrohen dhe të konkurrojnë në një ngjarje që zhvillohet në territorin e Republikës së Kosovës. Ky fakt paraqet një njohje praktike të pashkëmarrshme që e vendos Kosovën në pozitë të barabartë me çdo vend tjetër pjesëmarrës. Për 4 ditë, Prishtina do të jetë qendra evropiane e taekwondos, duke mirëpritur delegacione të mëdha, trajner, staf dhe rreth 1000 vizitor. Ky kampionat nuk është vetëm një garë, është edhe një dëshmi se sporti shërben si mekanizëm i fuqishëm diplomatik, duke thyer bariera dhe duke e bërë Kosovën të pranueshme edhe nga ata që politikisht nuk e njohin.